Integrimi evropian dhe politika e jashtme është pika e 5 të strategjisë Maqedonia 2030, të cilën VMRO DPMN e miratoi në kongresin e 18, në të cilën morën pjesë afro 800 delegat, e të cilën sot e prezantoi para opinionit deputeti i kësaj partie Antonio Miloshovski. Sipas Miloshovskit, kjo pikë Bashkimin Evropian e sheh si partner të barabartë pa kushte bilaterale që do të preknin identitetin ose veçoritë kombëtare. Sositë zemi Integrimi europian dhe politika e jashtme, partneritet me vija të kuqe të qarta, janë pjesë më rëndësishme, sepse ne si parti politike jemi të përcaktuar për Bashkimin Evropian si partner i barabartë, pa kushte bilaterale shtesë që do të preknin identitetin ose veçoritë kombëtare të popullit dhe shtetit Maqedonas. Miloshovski thot se dokumenti e pozicionon VMRO DPMN si forcë politike të gatshme të marrë përgjegjësinë dhe rolin për këtë udhëheqje shtetformuese, dhe kjo, siç potencon Miloshovski, nuk është një listë dëshirash parazgjedhore, por një dokument me objektiva të qarta që do të ishin trajektore kombëtare në 10 ose 15 vitet e ardhshme. Qëllimi është që të kemi gjyqësor të pavarur, prokurori të depolitizuar, administratë profesionale dhe luftë sistematike kundër korrupsionit përmes kontrollit të digitalizuar të qarkullimit të parave dhe çështjeve pronësore. Veç kësaj strategjie, VMRO DPMN në kongresin e djeshëm i ka dhënë mandat të ri 4 vjeçar për udhëheqje të partisë Hristijan Mickoskit, i cili njashtu është edhe kryeministri i vendit.